Faleminderit Leon, definitivisht sa minutat një japi shimaj, mirë po, është pak handicap për ne politike se për në qëtë si në quiz, ti për të sa për dënë, atire neve më në kufizon kohën. Unë e kom punu 6 muaj me po këta. Si do qoftë, po provoj me qenë shumë i shkurt, fillimisht duhet të ju falenderu. Është një punë e mirë, pavarësisht se është tepër evidente që gjithë përfaqësuesit e partive politike mund me qenë pak sa subjektiv, po përfshi edhe veten në këtë grup. Edhe neve na pëlqen me dalë ma mirë në për anketa, për shkak se është edhe element suggestiv të votuesit. Mirë po mendoj se pjesa dërmuese asaj që u tha është goxha afër realitetit, ose pak më po duhet pasi afër realitetit në komerciume e besu se është ndryshe. Faleminderit për ambasadorës që është me nesër, ambasadorës Mati Lang. Kisha dashur me thonë që disa çështje duhet me i thonë troç, me qenë tepër qartë. Fillimisht për reformën zgjedhore. Mund t'ju them me bindje të plot edhe me sinqeritet se në fillim të procesit të reformës, kur është kriju komision për reformën zgjedhore, ka qenë PDK-ja ajo që e ka zvarrit procesin. Diku për një vit e kanë zvarrit procesin, nuk kanë pas interes me shku shpejt me atë proces. Ajo që ka ndodhur pas një viti është Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është hidhuru pse nuk është respektuar marrëveshja zotit Mustafa, është tërheq prej komisionit, ka filluar me bojkotu komisionin dhe në farë forme e ka heq prej lakut PDK-n dhe ka marrë fajin për me veten. Për mendimin tonë si aleancë është tepër evidente që nuk ka pas interes të PDK-ja me shku shpejt me reformë dhe me hyrë në zgjedhje të reja, ndërsa LDK-ja ka qenë pak e konfuzume edhe e ka lëshu procesin zgjedhor në kohën kur nuk ka qenë dashur me lëshu. Mund të them se prej gjithë anëtarëve tjerë në komision ka pas korrektësi, kanë qenë vazhdimisht korrekt. Kjo nuk do të thotë që edhe anëtarët e LDK-s dhe PDK-s nuk kanë qenë korrekt në komision, po vijat politike kanë qenë të tilla. Çështja tjetër që duhet përmendur se reformat zgjedhore ose ndryshimi i formës zgjedhjes presidentit, që janë tema tepër serioze, janë tema tepër të mëdha për një shtet, nuk janë procese populiste dhe nuk duhen me qenë procese populiste. Është gabim tepër i madh me i kuptuar si tilla, edhe me dalë mi pyet popullin se cilat kompetenca duhet të ndryshojnë. Këto procese nuk kanë ndodhur në mënyrë tillë askund në botë. Janë procese që kërkojnë angazhim tepër të madh intelektual publik, shoqërisë civile, do thonë njerëzve që kanë ekspertizë goxha të madhe të ngushtë për shkak se nevojitet ajo ekspertizë për me mujt me mri deri te zgjidhjet marrëmendja të cilat kishin të qenë optimale për një shoqëri. Tash po kthehemi te disa elemente të cilat u përmendën këtu. Mendoj se kur folet për ato se sa kuvendi përfaqëson popullin, percepcioni edhe unë mendoj se është asisoj çfarë keni paraqit ju, ndoshta mundet me qenë edhe më keq. Por kisha sugjeruar që në të ardhmen ta bëni edhe një pyetje, shtesë, dhe t'i pyetni respondentët shumë thjesht, a është zgjedh kandidati ju i preferuar në kuvend? Për shkak se nëse kjo pyetje pastaj krahasohet me ato se sa njerëz besojnë se kuvendi nuk është përfaqësues, ju jep një pamje pak më të saktë. Për shkak se është evidente jo vetëm në Kosovë, por kudo qoftë që një votues, kandidati i preferuar i cili nuk është zgjedhur në kuvend, ka tendencë me thonë që kuvendi nuk është përfaqësues. Për shkak se personi që ai ka dashur me qenë aty nuk është zgjedhur. Do të thotë mos me qenë vetëm përgjigje filozofike, sa është kuvendi përfaqësues apo jo, po cila është ndjenja e votuesit specifik, i cili atyre shpenzohen mos të tregojnë se çka mendojnë ata. Ky kish me qenë një sugjerim i mirë. Isha ndonë të çështja e listave, të mbyllura ose të hapura. Mendoj se partitë politike nuk është sesion sinqerta, kur nuk japin përgjigje të sakta. Mendoj se e kanë shumë vështirë me ardhur deri te përgjigjja si parti. Sa duhet me qenë lista të mbyllura apo të hapura, ka debat serioz nëpër parti për shkak se interesat janë ndryshme dhe mendimet janë të ndryshme. Unë në këtë rast duhet më fol vetëm për veten time, kem pas biseda shumë të gjata me Leonin, unë mendoj se lista duhet më mbyllur në Kosovë. Më më dhon arsye për 1 ose 2 orë se çfarë besoj unë,
Nuk do me thonë domosdoshmërisht se unë e kam mirë, mirë po ky është mendimi im, po ju jap vetëm një shembull që është gjysmë teorik. Nëse një antar i partisë kërkon lista të hapura me pretendimin se partia nuk po e kupton sa i mirë është ai ose ajo për me fut lart në listë, mendoj se ai individ ka problem me partinë e vet. Çështja e dytë që ndërlidhet shumë me këtë të parën është se jetike në Kosovë është me pas parti demokratike, parti cilat kanë proces demokratik mrena për mrena dhe cilat kanë proces legjitim për mi hartu listat. Nëse këto kishin mri, atëherë nuk kishin me qenë problem listat. Listat për partitë janë problemi më i madh. Po ju flasim një njëri që është në parti politike që një kohë shumë gjatë edhe para luftës, hartimi i listave zgjedhore është procesi më i rëndë në për cilin kalon një parti politike. Është e vërtetë që ky proces goxha shumë ju komplikon jetën. Çështja e zgjedhjes presidentit, edhe këtu partitë politike nuk kanë vendime, po them për shumicën, ndoshta është gabim që unë po flas në të gjitha partitë politike. Mirë po e kam vrejt, në biseda me kolegët e mi se kanë problem me ardhur deri te një vendim. Unë personalisht tani po them, mendoj se presidenti nuk duhet mu zgjedh drejt për drejt. Edhe po ju përsëris një ngjarje të vërtetë që nuk është anekdotë, fakt është e vërtetë, cilën e kam dëgjuar vetë në një radio të Kosovës. Duna mi përsërit me ju është tepër interesant dhe ata që merren me këto tema kuptojnë se sa problematike kjo çështje. Anketa i pyet qytetarët e Kosovës se a dëshirojnë që presidenti i tyre mu zgjedh drejt për drejt, me votë drejt për drejt. Më shumë se 90% përgjigjen po. Pyetja e dytë që u bëhet qytetarëve të Kosovës në tjetër anketë është pse mendoni kështu. Edhe përgjigjja atyre është kjo. Për shkak se po shpresojmë që vjen një president i mirë, i gjithë virtytshëm, si shoku Tito, edhe i hek krejt këta politikanë dhe i çon në shtëpi. Për njerëz që e kuptojnë demokracinë, kjo është anglisht thonë scary version. Çka mundet me ndodhë. E kjo është një prej arsyeve. Sa zgjat fushata apo shkoj telegrafikisht, mendoj se pate shumë drejt Leon, fushata duhet me zgjat 4 vjet, ajo për çka po flasim na si kufizim, është kur filloi me i qit spotet në media edhe plakatat në përmure, me i gjit. Për këto po flasim edhe është totalisht absurd me provu me kufizu, se nuk po kufizohet, po kufizojnë vetëm shpenzimin në media edhe në billboard. Pse vota nuk ka pesh, po mendoj se fola, jam tepër shumë i kënaqur që Aleanca është partia më e madhe si zgjedhje e dytë, prap ata që kuptojnë mirë këto se çfarë do thotë me qenë më e madhja si zgjedhje e dytë, është se potenciali më i madh për me fitu zgjedhjet është aty. Jo vetëm në raund dytë, do nëse kandidati shkon në balotazh, po edhe sisteme tjera korrespondon me bindjen tonë, edhe pse shifrat ndryshojnë pak, na mendojmë se është edhe më tepër se sa ka qenë këtu, po prapse radhitja korrespondon me tonën. E fundit për cilën po du me fol, është çështja gjinore në Kosovë. Është një bindje imja se po del që kuota gjinore cilën e kemi vendos, edhe ashtu edhe është pritë kjo çfarë po thonë, ju kanë ndihmu burrave në Kosovë mu emancipu edhe me kuptu që gratë duhen me qenë pjesë e vendimmarrjes. Po nuk ju kanë ndihmu grave më fuqizu dhe ma tepër. Kjo ndihmet që është bo burrave ju ka bo dhe Kosovës edhe grave indirekt. Fakti që burrat e kanë kuptu që gratë janë gjysma e popullsisë duhen me qenë pjesë, me marrë pjesë në vendimmarrje në gjitha nivelet e tjera. Po sa ju kanë ndihmu grave me përhap atë sistem të emancipimit, është një pikpyetje e madhe dhe mendoj se gjithë ne, jo vetëm gratë, po edhe gratë dhe burrat, duhet me fillu me mendu që këtë kuotë edhe këtë emancipim po quaj edhe pse nuk është kush e di sa i madh në thojza, me transmetu disi. Me transmetu më tepër në mënyrë që gratë me i fitu votat vetë, mu zgjedh vetë, me qenë zojat vetë, mos me ardhë në momentin kur nuk kemi pas nevojë për kvota. Faleminderit. Faleminderit.